Jemi në qendër të nishit. Sonte do duhet ndeshja midis Shqipërisë dhe Serbisë për eliminatorët e kampionatit botëror 26. Një ndeshje e cila do të përcaktojë kush do të jetë ekipi i dytë, pra ndeshja do të jetë e hapur dhe fitoria e cili do ekip e çon atë për në play-off. Jemi me analistin dhe ish futbollistin Redi Jupi për të marrë një mendim rreth ndeshjes. Jupi, çfarë do të thoni për sot? Tani po e fillojmë atmosferën, ja. Atmosfera derisa erdhëm këtu nuk është ishte aq e qetë, po themi në përvës të erdhe me avion kurse në erdhe me makinë. Po më fal do të bëj një pyetje këtu. Është bërë një keq kuptim, nuk e di kush ka thënë nga grupi që keni ardhur që ekipi kombëtar është ndaluar, ku në fakt unë isha me ekipin kombëtar dhe as na ka ndaluar fare nga shkallës së stadiumit në autobus drejt në hotel, domethënë dhe me një siguri të lartë. Për të thënë vërtetën, sigurimi ka qenë i lartë, por nuk ka pas asnjë shqetësim. Nuk ka pasur vonesa dhe shqetësime. Pra, nuk do të konfundu problemet që keni pas ju gazetarë që keni ardhur mbrapa me ekipin kombëtar. Po ajo as nuk diskutohet për të që edhe të jemi transparent dhe të marrim vesh çfarë bëhet. Ata nuk mund ta bëjnë atë, se janë protokollet e FIFA-s dhe UEFA-s në çdo ndeshje kombëtare që ata duhet të respektojnë disa gjëra. Pra është reciprocitet, si hyjnë ata atje ekipi Serbisë në Tiranë që unë mendoj që kanë hyrë nga me protokollin VIP, kanë hyrë pa ndalesa, pa vonesa, ashtu ka hyrë ekipi jon këtu. Kurse reciprociteti nuk ka qenë në tifozët dhe pjesën tjetër të njerëzve gazetarëve. Unë në Tiranë kam dhënë intervistë për mediat serbe me gazetarë serbë që kanë ardhur poshtë shtëpisë, kanë ardhur atje dhe kam diskutuar me ata që nuk kam pasur asnjë lloj vonese, madje kam pasur lehtësira në tranzit në aeroporte të tjera. Kurse me ne nuk ka ndodhur njëta gjë. Këtu në kufi janë mbajtur qëllimisht. Ju erdhët me avion apo me makinë? Me makinë, me rrugë toksore, po themi. Me rrugë toksore. Janë mbajtur qëllimisht me vonesat dhe pa justifikime pa gjë fare, pra me këto s'duhet të them, me këto vogëlsirat e këtyre, po themi në këtë pjesë. Jam plotësisht dakord. Ne gjithmonë kemi me pritim do të mirë, por ta bëna pyetjen parasysh se është krijuar një konfuzion sikur kombëtari është torturuar në aeroport. Po ishte ajo pasaj? Po, ajo bëhet ankesa në FIFA dhe UEFA dhe kanë sankcione shumë forta për ata, po shikoj zoti që nuk ka ndodhur këtu. Atmosfera edhe këtu në Nish, me sa jemi dhe dje dhe sot, po themi është shumë e qetë, sepse është një nga kryeqendrat e Serbisë së madhe, pra gjërave që nacionalizmit të tyre, kështu që nuk është se ka probleme. Do shpresoj në stadium të jetë një atmosferë, ishim dhe dje e pam që nuk është se atmosfera ishte e qetë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që kjo atmosferë neve na favorizon. Pra nuk është se presim ndeshje si shkoj presim neve. Edhe me diskutimet që pate me njerëz të thjeshtë në rrugë, domethënë janë të zhveshur nga çdo gjë, njëri thonë do dalim barazim, ta kamariq në Shërbeu. Madje mund fitoni dhe juve. Shpresoj shumë që na shërbej kjo atmosferë, sepse është vërtet një ndeshje shumë e rëndësishme në interesat tona. Është e rëndësishme sepse neve në European kemi shkuar 2 herë, në botëror kemi shkuar. Dhe kjo ndeshje mund na çojë atje. Pra imagjino një ndeshje që realizon ëndrrën e gjithë shqiptarëve, brez jo dhe imi, kemi parë botëroret me ëndrrën që Shqipëria e ishte atje. Por do të jemi për play-off pastaj, kemi edhe një kalim tjetër. Patjetër, pra. Po shkove në vend të dytë, nuk e pretendon më, domethënë atë. Po janë, por të kalosh pengesën e parë për shkuar në atje, domethënë. Mendon që barazimi e ndihmon sot Shqipërinë? Mendoj që ne me barazimi jemi të mbaruar, nuk kemi më shanse në barazim. Atëherë duhet fitoria patjetër. Fitoria patjetër, to llogarit që Anglia vjen e gopur në ndeshje me neve etj. Janë kush ka luajtur dhe është teknik dhe e di se çfarë bëhet, me Angli që ka një skuadër dytë, njësoj se skuadra e parë, ata i do luajnë për të fituar ndeshjen, as bëhet fjalë fare. Kështu që neve vetëm fitoria na mban në lojë për të vazhduar, për të ndëruar për më tej. A ka shanse se Shqipëria të fitojë? Unë mendoj që ka, me ndeshjen që ka bërë Serbia atje, me problematikat që ata kanë, me këtë atmosferë e cila është, unë mendoj që është e qetë dhe neve na favorizon. Nëse do luajmë në mënyrë inteligjente dhe me kurajo, pra dhe inteligjente me kurajo. Inteligjente do të thënë që ti përshtatemi kundërshtarit, sepse në letë ata janë favorizuar, janë favoritë në të ndeshje, jo favoritë. Ata nisin si favoritë në ndeshje, por nëse ne do jemi inteligjent, do jemi të zgjuar, do kemi durim në dur, do kemi kurajë në dur, kemi armë në dispozicion për t'i vënë në vështirësi. Serbia ka disa mungesa sot, ashtu siç e theksuat dhe ju, stadiumi është i vogël, nuk do të ketë një atmosferë
helmuse me fjalë dhe do të jetë një ndeshje disi më e qetë. Kjo favorizon ekipin tonë. Tashi ku mendon se janë pikat e forta dhe pikat e dobta të ekipit kombëtar? Tonat. Pikat e tona të dobta janë që neve në këtë moment lojtarët tanë nuk vinë në gjendjen e tyre më të mirë, po themi, në këto 2 vjet e gjysmë që ka qenë Silvinjo trajner i ekipit kombëtar. Pra neve në kualifikuesit e Europianit, lojtarët tanë ishin në një gjendje optimale psikofizike. Pra, po themi, Hasan në një gjendje shumë të mirë, që bëri disa gola spektakolare, që ta mund bëjë vetë kur jenë në gjendje shumë të mirë psikofizike. Bajrami në gjendje shumë të mirë, po themi, Laçi ishte në top form, etj, gjithë në radhë, Mita ishte në një gjendje shumë të mirë. Në këtë ndeshje, neve, jo në këtë ndeshje, në këtë periudhë, pra periudha e po themi 6 muajve të fundit apo 1 vit të fundit, ne lojtarët nuk e kemi pasur në pikun e tyre psikofizik, ëh? Por unë shpresoj që për shembull gjendja pak më e mirë e Brojës se sa në ndeshjet e kaluara, shpresoj që Bajrami të ketë rikuperuar pak, shpresoj që Aslani të jetë më mirë se ç'ishte në ndeshjen e fundit, pra të kompensohen këto elemente që thash, dhe këto të mjaftojnë për ta mundur Serbinë, sepse e thatë që kanë disa mungesa, kanë disa probleme, kupton. Shpresojmë kjo është, pra këtu thash dhe pikat e dobta dhe të forta, pra pikat e dobta ato që gjendja e mirë, po edhe pikat e forta ka që Aslani po luan tani me ekipin e vet. A mendoni se përmendet Brojën? A mendoni që pika jon që duhet të jetë më e fortë sot, sepse mbrojtja nuk ka qenë keq në mendimin tim në specialistë. Pra, është sulmi duhet të jetë më agresiv, më i fuqishëm sot, se ajo që na ka çuar deri këtu është që ne nuk kemi pas mundësinë për shënuar, do nuk i pas një sulm agresiv dhe të fortë. Në fakt neve nuk është se kemi krijuar shumë në ndeshjet e fundit. Pra edhe me Serbinë që luajtëm atje që për mendimin tim një ndeshje e mirë, nuk që ndeshje e keqe. Duke parë dhe kundërshtare, sepse është po themi ku një kundërshtar shumë i kuotuar dhe shumë i favorizuar se ne, shumë favorizë se neve. Pra, në ndeshjen atje luajtëm mirë, kontrolluar mirë kushin, kontrolluar mirë kundërshtarin, po pak herë shkojmë drejt portës, ose më saktë, çojmë pak njerëz përpara. Pra, është afërmendës, është logjike që sa më shumë njerëz të çosh në fazën sulmuese, sa më shumë forca shoh atje, sa më shumë herë ta godasësh portën, aq më shumë sa më shumë herë ta godasësh portën, aq më shumë i rrit probabiliteti vetë, mundësinë për të shënuar pasaj, Neve këtë e kemi bërë pak, ne nuk mund të presim që të shkojmë 3 herë te porta kundërshtarit dhe të shënojmë një herë. Pra të rrisim mundësinë një herë dhe pasaj me pak dhe me pak, po themi, qartësi atje dhe me pak, po themi, thellësi të atyre lojtarëve përpara, që të shfrytëzojmë ato raste të shtuara në raport me ndeshjet e kaluara me kundërshtarin. Broja është një element i rëndësishëm në këtë aspekt, sepse është një lojtar që e di pse Broja e rëndësishëm për neve. Se ky është një lojtar që luan individualisht, që e bën repartin vetëm, po themi. Pra edhe në momentin që ti nuk ke, po themi, nuk po bën në një fazë lojës, ti nuk po bën mrekullira, ky mund të bëjë gjëra edhe vet. Kurse për shembull Manaj, Bajrami, janë lojtarë të cilët kanë nevojë edhe për suportin e ekipit, për të shkuar dhe për të shfaqur përpara portës. Kështu që prandaj bëhet Broja shumë i rëndësishëm në ndeshjen e sotme, apo në ndeshje kaq vendimtare. Kjo është ndeshje vendimtare. Unë nuk e di të luaj apo jo, apo çfarë do jetë, por me sa kemi parë do luaj. Atëherë shpresojmë që ekipi kombëtar të ketë një fitore sot. Dhe të kënaqemi të gjithë. Shpresoj shumë që do të para të ketë një fitore, sepse pastaj puna bën dhe një ndeshje të bukur dhe emocionuese për gjithë neve që me zi e presim ndeshje të këtij lloji me këtë lloj kundërshtari, shumë mirë do ishte. Faleminderit. 8 minuta më.